Banorët e njësisë administrative Suç në bashkinë e Klosit vijojnë në rezistencën e tyre duke kundërshtuar ndërtimin e hidrocentralit Doma të kompanisë 3DM Construction. Edhe këtë të martë, banorët u përplasën me përfaqësuesit e kompanisë, të cilët ishin nisur për në kantierin e ndërtimit. Ata nuk i kanë lejuar të shkojnë, ndërsa policia ndërhyri për të mos lejuar agravimin e situatës. Banorët pretendojnë se kompania në fjalë po vijon t'i provokojë dhe se duhet të presë vendimet e gjykatave, pasi çështja tashmë është në duart e drejtësisë. Situata është tepër agravuar. Ne jemi në proces gjyqësor. Është me datën 30 tetor kemi seancën e tretë, sepse 2 seancët e para kanë dështuar për arsye të mos paraqitjes të palëve që ne kemi denoncuar. Është Agjencia e Zhvillimit të Territorit, është dhe Doma. Pra që Doma nuk u paraqit këtë herë të fundit. Ndërsa ne si popull kemi shkuar atje për të mbështetur ato të drejtën tonë atje. Mirë po shkojmë atje se ne nuk e marrim vesh se çfarë bëhet. Gjykatësia nuk na ka dhënë masën e sigurisë, që ne kemi kërkuar që të japim masën e sigurisë, që popullin të mos e çojnë në vllavrasje, të mos e çojnë në përplasje fizike me firmën. Po tani ne kemi përplasje fizike sepse ai vjen këtu dhe na provokon. E shan popullin, e ofendon, e mënyra se pra i bën një presion psikologjik duke e pa në sy, duke thënë që unë pyes për ju. Gjesti më i poshtër, gjesti më i ulët ishte dje, se edhe në qoftë se ka ndodhur diçka, ai mund të ndalet sepse ne ishim në një mort. Tu ka vdekur një vllajon. Pra prishi edhe mortën e atij. Për çfarë? Se donte të shkojnë në punë, se shfrytëzon të gjitha insinuatat, të gjitha mënyrat, si ta gjej popullin gafil. Edhe ne kemi lënë kufomën aty pa e çuar me varros, edhe kemi ardhur mbrapa, edhe mi ardhe morë me firmën. Ky erdhi befas, shfrytëzoi një moment të mortës që nuk është antinjerëzore ky veprim që boni firma Doma, se kështu e ka filluar edhe kështu do të përmendoj. Ne na lejmë rrugë dhe dolëm në rrugë. Unë i dola aty në krahun tim dhe i thash, ku shkon? Edhe për momentin nga shpejtësia se nuk pat njerëz u përplas tonë me mua. Për ato kërkojnë gjak. Ata nuk do ta zgjidhin kështu në mënyrë njerëzore. Unë kam deklaruar edhe herë tjera. Nëse janë burra, le të mbledhin, po le të vinë përfaqësues nga qeveria. Në shesh atje tek liçeni, nëse ai fiton 50% do japim dorën, por besoj 99.99% populli është kundër ndërtimit të hecit. Janë bërë 3 dëgjesa publike dhe nuk janë marrë parasysh dëgjesat reale publike, ku kanë qenë përfaqësues bashkisë, njësisë, edhe të mjedisit. Ata kanë marrë parasysh ato jo dëgjesat, por njësajes. Dhe një morje 13 firma, pro dikush ka firmos për gjithë familjen. Kurse ne kanë shku deri sot rreth 2000 firma. Pra dëgjesa publike nuk i dëgjojnë ta. Të i menjanojnë, nuk njohin popull. Ai është pru, ata i quajnë në lum. Nuk është e Domës, është ati Mucekut. Dëgjes Mucekut ne atë ditë është bërë dëgjesa dhe ka hik. Tani kanë ndru porta ta, 1/2 e ka morë Doma. Është pa dëgjes publike. Për 4 muaj ka që unë jam grevisi ose demonstruesi me flakët i protestave të në rrugë madhe të prit Domën. Kur vi Doma SHPK, na ka dhënu, na ka sha, na ka masakru, Doma na mor ujtin, Doma na mor bugën. Edhe sot kemi pas përplasje me ta. Edhe sot, edhe dje, se patëm dhe rasin e mordës të vlajton. Ato kemi nejtë dhe në orë 1, kanë nejtë në rrugë, se aty nuk gjërshim me këse prapë. Dhe sa, ato du me në provoku, me në gërë nervat, me në të sënu. Ndërkohë, përfaqësuesit e kompanisë 3DM Construction, inxhinieri Arben Perhati dhe administratori Besmir Doma ngrenë pretendimin se projekti po zbatohet konform ligjit, ndërsa mbeten të hapur për të diskutuar me banorët. Në gjitha procedurat ligjore të cilat i ka kalu firma, të cilat janë vërtetuar edhe nga ekspertët e linjës dhe të fushës, që nga Këshilli i Basenit Ujor të Matit, dhe gjitha procedurat ligjore përsa i përket përmarrjen e lejes për ndërtimin e centralit. Ato kanë pretendimet pasi pretendojnë për mos krijimin e një dëgjese publike.
Dëgjesa publike është bërë nga kompania në prezencë edhe të Ministrisë së Mjedisit. Ato ngrenë problematika që do merret uji, që faktikisht vepra e marrjes së ujit të hidrocentralit sipas projektit është poshtë marrjes ujit të rezervuarit që furnizon gjithë banorët e Kurdarisë. Dhe asnjë nga banorët nuk preket nga zhvillimi i këtij koncesioni që është koncesion shtetëror. Ajo është një procedurë ligjore që ndiqet për që duhet bërë dëgjesa publike me banorët. Banorët njoftohen nëpërmjet kryepleqjve të zonës që kanë qenë në atë kohë që është bërë dëgjesa publike. Dëgjesa publike është kryer pasi kanë firmosur banorët, por pretendimet që ato kanë ngritur janë rrëzuar poshtë nga gjykata në 3 shkallë. Edhe e fundit ishte edhe data 16 tetor 2025. Kompania ka marrë gjitha masat dhe i ka kërkuar ndihmën edhe policisë, si të komisariatit të Borrelit dhe të qarkut Dibrës. Ka kërkuar edhe marrëveshje me banorët që të ngrenë një përfaqësi dhe të shtrojnë problematikat për çfarë problemesh mund të krijojë ndërtimi i këtij hidrocentralit, i cili nuk prek ujin e fshatit që furnizohen gjatë gjithë kohës dhe duke zbatuar gjithë procedurat ligjore, siç e kanë dhënë gjithë ato që janë struktura përgjegjëse për kohën e vaditjes së ujit që do ta shfrytëzojnë plotësisht banorët, pasi nuk ka kapacitete prurje që ajo të punojnë kohën që banorët vadisin ato. Janë thirrë në takim si nga kryetari i bashkisë Klosit edhe nga komandanti i postës së Klosit, por banorët nuk janë paraqitur. Kompania ngelet e hapur që të bisedojë për zgjidhje gjithë problematikat që ato mund ngrenë nëpërmjet një përfaqësie. Kemi disa ditë që kemi has pengesë, na bllokojnë rrugën, na kërcënojnë, dhunë fizike, psikologjike, nga të ndryshmet. Nuk kemi provokuar njëri, ne shkojmë, njoftojmë komisariatin e policisë, kur nismi në punë, njoftojmë drejtorinë e qarkut Dibrë, drejtorinë vendore dhe nisemi për në objekt, për në kantierën. Ne s'kemi kërcënu njëri, s'kemi provoku njëri, ne kërkojmë që të na lenë të shkojmë në kantierë, të vazhdojmë punimet, gjykata të vazhdoje procesin e vet, siç janë drejtuar gjykatës, ne s'po i cënojmë. Ato kërkojmë. Ne kërkojmë që ato të ndërgjegjësohen dhe mos kryejnë vepra penale, mos ta kthejmë dhunë fizike dhe personale, sepse jemi nën kontraktor dhe po zbatojmë projektin. S'kemi lidhje as me banorët, as me asnjë të fshatit.